Kjo është një prej gazetave nëmër 1 në Austri. Këtë fotografi e kam baun në pazarin e Prishtinës, në treg. Është televizioni i Prishtinës. Tregu, ende qaj treg është që 50 vjetë. Anë në vitet 50-67, kur Jusuf Ponari, babgjyshi, i binte Zilit shkollën e Mendurakun. Unë, me Sat Cermjanin, i cili jeton në Elbasan, nga balla ime. Bashkëpunojshim për emisionin e fëmijëve të Radio Prishtinës. Atje ishin bashkëpunëtor të mbrëndshëm, Qamil Patalli, ishin dhe plot të tjerë. Në vend të honorarit, na sollën nga një aparat fotografik, sepse ishim në moshën 15 vjeçare. Dhe me kishin rregulluar të Radio Prishtinës që mos me dhënë fëmijëve. Ishim shkollës fillore, mos me dhënë parë. Certina, aparat fotografik Moskës. Dhe unë e di që gruja Agjën që më ka rritë, se nona e kishte të mitur me më rritë të Agjër, njëtin e bërë të të sheshere nga Malësia e Gjakovës dhe rritun të Ramis Efendia Binishi, Fatal Mas. Dhe u dashke me bo film. Ajo punon të natën, bënde pëllura, ishit që më bashkë në pazar Gjakovës, një pjesë ma e për filma të Ahmet Zherka, bësë Ahmet. Dhe kështë që nuk jam peshman, që fotografia më ka mbet si hobi. Dhe sot e kësaj dite du fotografin, se një fotografi si kjo për shembull, edhe 5 qas i shkrimi e kënej, kjo flet boll. Kjo është Kosova në ditët e robërisë. E bukur. E bukur edhe shumë emocionale në mënyrën si po përshkruani. Domethënse. Faleminderit shumë për këtë rikthim në kohë me këto momente kaq interesante.